Nëse hani vezë çdo ditë, duhet ta dëgjoni këtë lajm, do ngeleni pa fjalë. Vezët konsiderohen si një nga produktet më ushqyese që mund të shtohen në dietën tuaj. Ato janë të pasura me proteinë të cilësisë së lartë, si dhe vitamina dhe minerale si vitamina B12, vitamina D dhe hekuri. Pavarësisht shqetësimeve të mëparshme për përmbajtjen e tyre të yndyrnave, Shoqata Amerikane e Zemrës tani rekomandon që të hani të paktën 1 deri në 2 vezë çdo ditë. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Vezët, përveç kësaj, janë një burim ekonomik i proteinave dhe mund të ruhen në frigorifer deri në 5 javë. Kjo do të thotë se ju mund të kurseni para dhe të reduktoni mbeturinat e ushqimeve me konsumin e vezëve. Ato janë gjithashtu të gjithanshme dhe mund t'i shtoni edhe t'i përdorni në të gjitha vaktet, nga mëngjesi deri në darkë, si dhe në formën e ëmbëlsirave. Pra, le të shohim se çfarë ndodh me organizmin tuaj nëse konsumoni të paktën 1 vezë çdo ditë. Vezët do ju ndihmojnë që të ndjeheni të ngopur për një pjesë më të madhe të ditës, duke dhënë gjithashtu më shumë energji gjatë ditës. E verdha e vezës është një nga burimet e lëndëve ushqyese më të rëndësishme, si vitamina B12, vitamina D, kolina, të cilat ndihmojnë trupin tuaj të shndërrojë ushqimin në energji. Kombinimi i proteinave dhe yndyrnave të shëndetshme që përmbajnë vezët ju ndihmojnë të ndiheni të ngopur për një pjesë më të madhe të ditës, duke u dhënë gjithashtu më shumë energji, të cilat do ju ndihmojnë për një aktivitet më të mirë gjatë gjithë ditës. Flokët dhe lëkura juaj do të duket më e shëndetshme me shtimin e vezëve të zjera në vaktet tuaja ditore. Vezët janë të pasura me vitamina të grupit B, si vitamina B2, B5, gjithashtu dhe B12, të cilat do të njihen për efektet e tyre të rëndësishme ushqyese, si për shëndetin e lëkurës, ashtu edhe për shëndetin e flokëve. Këto vitamina janë të rëndësishme dhe tretshme në ujë dhe ruhen mirë gjithashtu, por nuk mbahen për një kohë të gjatë nga trupi. Kështu që ngrënia e rregullt e vezëve mund të ndihmojë të përmirësoni nevojën tuaj ditore për këto vitamina të rëndësishme. Aminoacidet të tilla siç janë metionat, që përmbajnë vezët, kontribojnë në elasticitet më të mirë të lëkurës dhe elasticitet të flokut dhe të thonjve, duke ndihmuar shumë në këtë drejtim dhe duke përmirësuar edhe shëndetin tuaj në mënyrë të rregullt. Forcojnë kockat. Vitamina D është kritike për shumë funksione të trupit të njeriut. Ndihmon në uljen e presionit të gjakut, do të zvogëlojë gjithashtu riskun e disa llojeve të problemeve dhe komplikacioneve të shëndetit. Sidoqoftë, funksioni i tij i rëndësishëm është t'i mbajë kockat e shëndetshme, gjithashtu edhe në nivelet e kalciumit dhe fosforit të duhur. Një vezë siguron 6% të nevojës tuaj ditore për vitaminën D, kështu që ngrënia e një veze çdo ditë mund të përmirësojë nivelin e shëndetit tuaj të kockave. Ngrënia e vezëve çdo ditë mund të ketë disa përfitime vërtet të shumta, nga energjia te ngopja deri te përmirësimi i shëndetit të flokut dhe forcimi i kockave. Ekspertët shtojnë në një zëri se vezët janë të mira për shëndetin dhe një i rritur duhet t'i ketë pjesë të pandashme të dietave të tij ditore. Vezët janë të mira për shëndetin dhe ekspertët i cilësojnë si një nga burimet më të rëndësishme të proteinës për të marrë gjithashtu edhe aktivitetet tuaja ditore në kontrollin e duhur. Vezët janë të pasura me lëndë të mira ushqyese, veçanërisht kur bëhet fjala për të verdhën e vezës, kështu që ka shumë mënyra që mund t'i përfshini vezët në ushqyerjen tuaj ditore, duke filluar që nga vezët e fërguara deri tek vezët e zjera, pavarësisht nëse i hani ato në receta të përzjera me krip ose me piper të zi të bluar. Vezët do të ofrojnë gjithashtu edhe një shije të veçantë për aktivitetet tuaja ditore dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Shtimi i vezëve të zjera në vaktet tuaja ditore do të përkthehet në një mbrojtje të vërtetë të organizmit dhe më pak komplikacione të tij. Disa kërkime sugjerojnë se njerëzit të cilët konsumojnë ushqime të mjaftueshme që përmbajnë nivele të mira të kolinës
Pavarësisht se faktet janë të pasura me lëndë ushqyese të rëndësishme, kolina gjen edhe përfitime të duhura për organizmin në lehtësimin kundër betejës së komplikacioneve dhe rënies tuaj të imunitetit. Shtimi i vezëve të zjera në vaktet tuaja ditore do të përkthehet në një mbrojtje më të mirë të shëndetit të nyjeve dhe përfitime të veçanta që mund të merrni nga konsumi i vezëve të zjera. Veza është padyshim përbërësi kryesor i një mëngjesi të shëndetshëm. Një nga mënyrat më të zakonshme të konsumit të vezës është sigurisht përgatitja e saj në formën e zjerë. Por cilat janë vlerat e vezës së zjerë dhe çfarë ndodh organizmit tuaj kur ajo konsumohet në këtë formë? Njihuni në këtë video me përfitime shëndetësore të vezëve të zjera dhe ndikimin e tyre në organizmin tuaj. Veza përmban 210 mg kolesterol, ku zjerja konsiderohet mënyra më e sigurt për gatim, sepse yndyrna të cilat prodhohen për skuqje rrisin kolesterolin në organizëm. Ekspertët thonë se vezët janë të mira për shëndetin dhe një i rritur mund të hajë të paktën një vezë në ditë pa u shqetësuar shumë për nivelet e kolesterolit në organizëm. Ngrënia e vezëve të zjera si pjesë e një regjimi të kujdesshëm shëndetësor mund të ndihmojë gjithashtu edhe në humbjen e kilogramëve të tepërt. Vezët do të ofrojnë nivele të mira të yndyrnave cilësore për organizmin dhe aktivitetet tuaja të rëndësishme ditore. Vezët e zjera do të nxisin krijimin e yndyrnave të mira, të cilat do të ndihmojnë në ruajtjen e niveleve të energjisë në gjak, ndërsa ulin edhe riskun e problemeve dhe sëmundjeve në zemër. Këto yndyrna të shëndetshme për shëndetin e zemrës ndikojnë gjithashtu edhe në rregullimin e niveleve të insulinës e përrjedhojë edhe nivelet e sheqerit në gjakun tuaj. Vezët e zjera do të ofrojnë nivele shumë të mira të proteinës, këto të vlefshme për aktivitetet tuaja të rëndësishme ditore. Vezët e zjera natyralisht përmbajnë nivele të larta të proteinave. Organizmi ka nevojë për proteinë në forcimin e muskujve. Por mbi të gjitha, proteinat ndihmojnë në trupin dhe organet të mundësojnë edhe një mbrojtje të posaçme për muret e qelizave dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Shëndeti juaj i syve gjithashtu do të përfitojë ndjeshëm me shtimin e vezëve të zjera në aktivitetet tuaja ditore. Një nga vitaminat më të rëndësishme tek veza është vitamina A. Kjo vitaminë është thelbësore për ndihmën që ofron retinës së syrit në thithjen e dritës, mbron membranën dhe ulë riskun e prekjes nga dobësimi i shikimit dhe verbëria. Shtimi i vezëve të zjera në vaktet tuaja ditore do të përkthehet gjithashtu në një mbrojtje më të mirë për shëndetin tuaj të nyjeve. Vezët janë të pasura me vitaminën D, vitaminë e cila është e rëndësishme për kocka dhe për dhëmbët e fortë gjithashtu. Shtimi i vezëve të zjera në dietën tuaj do të ndihmojë në marrjen e këtyre mineraleve dhe lehtësimin e komplikacioneve. Vezët e zjera mund t'i kombinoni fare lehtë me sallata, me spinaq, me pulë, me peshk, si një element i një ushqyerje krejt të shëndetshme. Edhe ndikimi që do të ofrojnë në organizëm do ta bëjnë atë një prej zgjedhjeve më të vlefshme ushqyese në menaxhimin e këtyre komplikacioneve dhe në rritjen e rezistencës më të mirë të shëndetit. Ekspertët i cilësojnë vezët e zjera si një nga produktet më të rëndësishme për aktivitetet tuaja ditore dhe parandalimin e komplikacioneve. Sipas ullëtimeve të publikuara më parë, ngrënia 1 deri në 2 vezë të zjera çdo ditë është një sasi e shëndetshme edhe për njerëzit të cilët kërkojnë të përfitojnë shumë nga konsumi i vezëve të zjera. Kur konsumohen në mëngjes, vezët e zjera kanë treguar se i bëjnë shumë më mirë shëndetit dhe vlerave të njerëzit. Vezët dikur janë konsideruar si një nga burimet ushqimore më të pashëndetshme për shkak të kolesterolit të lartë dhe problemeve me zemrën. Fakti që verdha e vezës përmban shumë kolesterol është një arsye kryesore për këtë. Megjithatë, ullëtimet e mëparshme kanë zbuluar se vezët nuk e rrisin riskun e sëmundjeve në zemër, por japin përfitime të rëndësishme ushqyese në menaxhimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Shtimi i vezëve të zjera në vaktet tuaja ditore do të përkthehet gjithashtu edhe në një mbrojtje më të mirë të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Vezët e zjera janë të mira për organizmin dhe një i rritur duhet t'i ketë pjesë të pandarë të dietave të tij.
Vëmendje, ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.